do të flasim për një temë që i prek të gjithë qytetarët e Kosovës, qofshin biznese apo jo. Do të flasim për tatimet. Po jo në aspektin që jeni mësuar deri më sot, me videot e Excelit, pra duke ju dhënë këshilla dhe duke ju ndërgjegjësuar për tatimet, sot do të flasim për tatimin si shërbim publik. A është shndruar administrata tatimore në një institucion i cili e ndërshkon non-stop biznesin? A është kriju një perceptim se inspektorit vjen në biznes vetëm për një qëllim, pra me të dënu, edhe apo harrohet roli i saj, i cili është me ndërgjegjësu dhe me eduku tatim-paguesin? Ky perceptim që na është kriju neve në biznese, a ka bazë apo është vetëm perceptim? Qysh duhet me qenë një administratë tatimore ideale e cila kish me ndihmu të mirës së përgjithshme, e qysh janë administratat në vende të tjera? Sot kemi me folë pikërisht për këtë temë. Dhe nuk jam vetë, pra, e kam të ftuar zotrin Shqyqyr Bytyqi, i cili është një njës i mirë i tatimeve, ekspert financiar dhe është menaxher me përvojë shumë vjeçare në bashkëpunim me institucionet tatimore e rregullatore. Mirë se erdhët, zotri Shqyqyr. Dhe të ftesë gjitha shqasime që janë me ju me diskutu çështje që prekin shumë qytetarë, më shumë çështje shumë profesionale. Për mua sot është lasim një temë e veçantë, që ne do bisedojmë për tatimet, nuk është e veçantë të flasim për tatime, por është e veçantë që të flasim në një këndvështrim tjetër për çështje tatimore, pra të flasim jo vetëm si një detyrim ligjor që janë tatimet, por të flasim si një kulturë qytetare, si një mjet tatimi i cili duhet të jetë një lloj bashkëpunimi i krijimit të besimit mes qytetarëve dhe mes institucioneve shtetërore, në këtë rast pra administratës tatimore të Kosovës. Unë nuk besoj që kisha gjetë dikon më të guxim shumë se ti për me folë për këtë temë, gjithashtu edhe dikon që ka përvojë, sepse kemi me folë sigurisht edhe të prek përvojat tona për këtë gjë dhe jo vetëm për mensh. Pra, tamam me tregu që nuk është vetëm perceptim, po është diçka që ka bazë. Po nisim pikërisht nga ajo që e cekana në hyrje. A ka bazë ky perceptim që është kriju se administrata tatimore e përdor shumë ndëshkimin si mjet për të ngritur dije të tatim-paguesit? Kjo është fakt i krijuar realisht. Dhe konsideroj që ky percepcion që mund të konsiderohet nga një percepcion, por që brenda këtij pastaj janë edhe gjëra që janë reale ose janë praktik, është krijuar me vite në fazat e drejtimit të vetë institucionet më të rëndësishme të taksimblevës që është administrata tatimore, por themi edhe në historia të kaluar ka ndikuar të kemi arritur që ta eliminojmë që është detyrimi, është ndeshkime që i detyron ose i kërkon nga bizneset që të kryejnë obligimet tatimore. Por them që edhe ndoshta ndërtimi i vetë sistemit tatimor ka kaluar periudha të ndryshme, shumë shpesh ka pas nevojë që në ngoti të bëhen gjërat për shkak të kërkesave të kohës dhe nuk është arritur që të perceptohet saktësisht niveli i ngritjes kapaciteteve të edukimit të brendshëm në mënyrë që të kalohet në nivel tjetër pastaj të perceptimit se si duhet trajtohen tatim-paguesit dhe si duhet mbledhen tatimet. Por ajo që sot mund të flasim jemi të folë një periudhë kur qasja e mbledhjes tatimeve nëpër shumë vende të Evropës po ndryshon në tërësi. Po kalon në administrata tatimore moderne për shumë vende të Evropës, si mund të jetë Estonia, si Finlanda, po e ndroi qasjen dhe më fare nuk e kanë fokusin e tyre në ndeshkimin si mjet mbledhjes tatimeve. Pra kanë kalu nga forca në bashkëpunim, në edukim dhe po shihen që rezultatet janë shumë më të mira dhe po arrin qëllimin këtë që kanë që ta mbledhin tatimin. Unë mendoj që njëta gjë duhet të ndodhë në Kosovë dhe kjo mund ka që mos të konsiderohet vetëm çështja e ndeshkimit të forcës për mbledhjen e tatimit, por gjehet mënyra e bashkëpunimit të dyanshëm edhe të administratës tatimore zyrtare tatimore që përmbajnë këtë institucion ka të rëndësishëm edhe tatim-paguesve që të arrijnë të kuptojnë që të dy palët e kanë një qëllim, por të dy palët e kanë që të kontribuojnë për zhvillimin e vendit vet. Po, derisa e përmendë Finlandën, më kujtu që edhe Finlanda ka të kopshtet për fëmijë që
në realitet është edhe pionjere për mos përdorjen e kërcënimeve ose ndëshkimeve metodë për me i eduku, kështu që pak a shumë vlen e njëjta, po marr parasysh sa është i vogël apo sa është i madh personi, nuk don me u ndëshku. Don me u eduku. Kjo është edhe me ndi vetën që, okay, unë s'kam nevojë me ndëshku, po unë vetë e kryj kontributin tem për vendin, pra pagesën e tatimeve. Kjo është ajo që duhet me pa, nëse vazhdimisht mendohet që duke e detyru një palë për çfarë do gjë, as më shumë për çështjet tatimore, do të vazhdoj që në mentalitetin e aty të detyruesit mbetet gjithmonë që po e gjet tani hapësirë që mos jemi detyruar, pra nuk do t'i kryeni obligimin tjetër. Ndërsa kur edukohet, që mori shembull shpirtin, dhe fëmijë kur edukohet e bën kulturë të vetën, ma nuk ka çështje që dikush pret me e detyru. E njëjta gjë ndodhet te çështjet tatimore. Nëse një tatimpagues është i edukuar siç duhet, i informuar siç duhet, dhe e shton vlerën e rëndësisë të një pagese të një obligimi tatimor, ai kalon në kulturë qytetare dhe nin si obligim të vetën për të kryer obligimet e tatimeve ndaj shtetit. Për shembull, Finlanda ka kuptuar qartë që në shumicën e rasteve tatimbaguesit janë shumë normale me bëjë gabime, bëjnë gabime sepse kanë një procese është njerëzore e pakuptueshme, jo gjithmonë është me qëllim. Dhe ata i njoftojnë, ka njoftime miqësore për korrigjimet e tatimeve në rast se kanë bërë gabime të tjera. Pra i paraprin bashkëpunimit miqësor për të korrigjuar dhe nuk është ky percepcioni që tashmë ka shkruar te ne, pritet të bëhet gabimi dhe pastaj të pasoj ndëshkimi. Atë e lën me bo gabim me qëllim, domethënë edhe pse nuk ka marrë hapas tjerë, nuk ka qenë bashkëpunëtor, informues deri në atë nivel sa që ti mos me bën ndonjë gabim të qëllimshëm. Por këtu pritet, gabohet, intervenohet, ndëshkohet. Dhe kjo vazhdon pra një lloj se kemi vazhduar një zinxhir i vazhdueshëm për me kryer një obligim të detyrueshëm tatimor dhe kjo është e percepcioni që edhe tatimbaguesit kanë konsideruar që inspektorati tatimor, inspektorët tatimor janë dëshkues, ose kriju, ndërsa zyrtarët tatimor kanë krijuar se mjeti detyrueshëm që ne kemi dorë është ndëshkimi dhe ne detyrojmë me ndëshkim për të kryer obligimet tatimore, kjo po vazhdon një farë lloj konkurrencë kështu të vazhdueshme. Po e kanë edhe një perceptim tjetër që gjithmonë ka hapësirë për ndëshkim. Pikërisht gjithmonë ka hapësirë për ndryshim. Çdo tatimbagues i tatimit është gjithashtu një perceptim i nuk kuptuar prej inspektorit. Po krijojnë në vetë ambientin që pala detyruese, që po më detyron, mban në farë lloj kërcënimi të vazhdueshëm, edhe ana tjetër që derisa e kam kërcënimin jam i detyruar, por në momentin kur lexoj një hapësirë unë do ikë, ato që dalë. Tash zyra tatime ka krijuar themi kështu në tërësi këtë percepcionin që të gjithë tentojnë me pas shmangje tatimore. Pa e analizuar saktësinë që është ky realitet. Se prapë mungon që mbesi që nuk ka nevojë me artë tip kjo distancë ka që largë nga ambititën, duhet të jenë partner, duhet të jenë bashkëpunues për mos me kriju si lloj percepcioni. Dhe mendoj që kjo është hapësira që ne duhet ta diskutojmë me gjatë edhe për cilën ka nevojë dhe institucioni ndërmasa të kuptojë që kjo është një realitet i cili duhet të dyshoj. Të dy partë, domethënë duhet me dhënë kontribut. Se mu kujtu tash një kulturë, le të themi, që është krijuar te bizneset, një shprehi, me thonë më mirë, kur për një me e gjej një gabim të cilin duhet me korrigju, thonë jo, nuk e korrigjoj, se kur të vjen administrata tatimore, gjithçysh do me gjej diçka, bile le ta gjejnë që të gabimin që për një me e kom bo. Pra nuk e korrigjon vetë, po e lën me u gjetë prej inspektorëve që një familje dhe ata mund të përmbushën që e kanë bërë një gjetje të një biznes, po edhe biznesi dihet okay se për një me për pagun tatimin për çaty që ku ka gabu. Pra nëse vazhdohet të funksionojë mentaliteti që duhet shkoj të tatimbaguesi dhe duhet të shqyrtoj diçka, pra ne jemi në një rrugë jo të lënë. Kontrolla e një tatimbaguesi duhet të ekzistojë, patyshim, sepse
dhe si të bëhet maksimumi i edukimit, i informimit, e rëndësisë pagestatimeve, mund të ketë devijime, mund të ketë shmangje tatimore, dhe për ata duhet të jetë edhe komisarët tatimore që do të jetë një pikëqyrësi i vazhdueshëm për përqarjet. Mirë po, duhet të eliminohet paragjykimi. Pra nuk duhet të ketë paragjykim që kudo që zyrtari tatimor shkon në tatim pagues, duhet me patjetër gjejë diçka, duhet me patjetër ndëshkohet tatim paguesin, duhet me patjetër të krijohet një atmosferë jo e bashkëpunimit. Për me eliminu këtë, e para duhet të eliminohet subjektiviteti i vizitave dhe kontrollave të tatim pagues. Pra jo të gjithë tatim pagues kanë nevojë vazhdimisht të rinë në kokë një zyrtar tatimor ose administrator që për kryer. Bile kur po flet për vizita, po më duket ata kur i hini më hallësh, dashur pa dashur dhe kryesisht zonat e qendrës, që i kanë pak më lehtë. Pra, administratat moderne nuk e mosin performancën edhe zyrtarëve tatimore, edhe vetë administratat tatimore, se sa kontrolla i kanë kryer, e numër të kontrollave, sa ka tatim shtesë që ka dalë nga puna që e ka lërë. Suksesi i tyre matët, sa po rritet përmbushja vullnetare dhe sa përqind e obligimeve tatimore kryen nga vetë tatim pagues. Po kjo është matja e suksesit. Çështja tjetër është nëse kemi shpenzuar shumë kohë për të identifikuar një obligim pa kryer dhe ka rezultuar me një vlerë e cila nuk ja vlen koston që e ke parë. Pra është prapë perceptimi ka punë. Thjesht nuk as ligjet sot që janë fuqishëm, janë ligjet e mira, vetëm ndojnë ka çdo herë hapësirë për me diskutu, me mësu, po për me ndjek zhvillimet e trendit e zhvillimeve që ndodhin, por që asnjëherë nuk kërkojnë që domosdoshmërisht do tatim pagues duhet të kontrollohet, duhet të jetë i mbikëqyrur në çdo kohë. Sepse na konsiderohet që tatim paguesi tashmë është i informuar për të kryer obligime tatimore. Pra thjesht kur e krijon këtë kulturën e obligimit, tatim paguesi është vetë i vetëdijshëm që duhet ai kryer. Po për me qenë i vetëdijshëm, fillimisht duhet më ndërgjegjësu dhe më u eduku. Kjo që bën administrata tatimore për një e kanë departamentin e edukimit tatim paguesve i tërkon pyetjet janë shumë korrekte dhe kthehen. Ndonjëherë vonohen për shkak se ndoshta ata vetë nuk arrin me gjetë një përgjigje të duhur sepse duhet me komuniku me administratat e tjera ose diçka e tillë. Por le të themi këto takimet i marrin një herë vjet në tatim pagues. Do të thotë që jo unë kontabiliste, këto takime marrin një herë vjet ose nëse ka dalë një legjeri ose diçka e tillë, por nuk e di që ka diçka më të shpeshtë edhe më le të themi në baza të rregullta. Për shembull, me u bë le të themi java e edukimit, që me u përsërit një herë në 3 muaj. Mua në marrë mend, se ndoshta që kjo kish mund të më përdor si model shumë i mirë. E marrë mend kur kom hime punu në bankë, në proprietet para 18 vjet. Pas një 2-3 muajve, sa u bo një grumbull i të rinjve, jemi mbledh dhe kemi shku një javë, kemi marrë training, ka qenë Welcome Week, edhe ka pas shumë shpjegime andaj, jo veç për punën konkrete që kemi pas me po komplet për sistemin financiar, kush e rregullon, pastaj kemi folë edhe tema të tjera. Pse mos më bëhet diçka e tillë, për shembull një herë në 3 javë, një javë për me eduku tatim pagues të ri, ndoshta edhe të vjetrit ka nevojë me shku me rindëgjuese, me i forcu më mirë informatat e veta, po dhe kontabilistët të rinj, me pas një vend direkt me administratës tatimore ku mujnë me i mësu pak më mirë problematika. Jo, nuk ka dyshim se ka shumë hapësirë edhe për bashkëpunim, edhe për edukim, edhe për gjithë në format që të eliminohet subjektiviteti. Ka shumë gjëra që e bëjnë këtë tërësinë për me ardhur një administratë tatimore, moderne edhe një kryerje të obligimeve pa presione nga ana e administratës tatimore. Kur flasim themi edhe bashkëpunim edhe edukim, gjithmonë duhet të kemi parasysh nuk vetëm për një krah, duhet për dy krahat, edhe për administratën tatimore, por edhe për tatim paguesit. Administrata tatimore nuk është themi një institucion ligjesh, janë një institucion njerëzish. Po, i bën njerëzve. Janë për ta respektuar ligjin dhe për ta gjetur mënyrën e zbatimit sa më të lehtë. Edhe sa më shumë që zyrtarët tatimor të edukohen, mos të kuptohemi në aspektin e shprehjes edukim negativ, të vuan edukim në çështjet e njohjen e ligjeve dhe mënyrën e interpretimit të ligjeve para
të paguesve. Pra sa më shumë që ata të edukohen, të trajnohen, të kanë një qasje me etikë të lartë, me profesionalizëm të lartë, me një kulturë të lartë, të shpjegimit të gjërave për ata të paguesit, i bën këta zyrtarë shumë më të besueshëm dhe shumë më atraktive edhe për biznesin. Siç do të jetë në anën tjetër, sa më shumë që zyrat atime do t'i edukojë ata të paguesit, do t'i trajnojë ata të paguesit, do t'i informojë për obligimet e tyre, për gabimet e mundshme që mund ndodhen, për formën se si duhet kryen obligimet tatimore, koha se kur duhet kryen obligimet tatimore, do ta krijojë një kulturë të tatimpaguesit që në mënyrë vullnetare të kryejnë shumë lehtë obligimet tatimore. Pra, kjo është tashmë e provuar në shtetet moderne, kur tatimpaguesit janë të edukuar mirë dhe janë të informuar mirë, është një armë e fortë e parandalimit të evazionit fiskal. Pra, edukimi është parandalimi i evazionit fiskal dhe jo detyrimi. Është një dallim goxha i madh. Detyrimi mundet me marrë në periudha të caktuara, në kohën kur administratorët mund të qenë shumë më angazhuar, por nuk e ka kriju këtë stabilitetin e vazhdueshëm i cili pra e krijon hapësirën që kemi eliminim të evazionit fiskal. Dhe tani, kur fillon ky koncepti i formës së bashkëpunimit, që thamë prej edukimit, kalon në aspekte tjera zhvillimore, që duhet të ketë vazhdueshmëri të bashkëpunimit, që jam shumë dakord, vetë edhe administrata dimore e Kosovës e ka pas një traditë të mëhershme, kur ko pas kohë ka mbledh përfaqësues të bizneseve, njerëz të tatimeve dhe ka diskutuar qoftë për mënyrën e zbatimit të ligjit në fuqi edhe qoftë për ndryshimin e politika fiskale që do ta bënin më të lehtë qoftë zbatimin e tyre si edhe formën sepse problematika pa u diskutuar për 2 anëve. Kjo është realitet. Dhe unë mendoj që këtu duhet të rikthehet ose gjatë një formë re, që unë po quaj një forum i përbashkët i diskutimeve për çështje tatimore, që mund të jetë në baza të ndryshme të periudhave të caktuara, mund të bëhen 3 mujor, mund të bëhen 6 mujor, varësisht sa ka mundësi administrata tatimore të mbledh edhe tatimpaguesit, edhe njësit e tatimeve, edhe kontabilistat. Tash jetë folë për me diskutu stanet të reja. Për me diskutu gjëra të reja, problemet të reja, problematika të reja, sepse tregu zhvillohet, ekonomia zhvillohet, trendet botërore po ndryshojnë, tani na jena gjithë këtarët e asaj që po ndodh, po ndryshojnë, po kemi ndryshime të jashtëzakonshme në sferën e teknologjisë informative, ose AI, po fillon me marrë të madhe, ne duhet të jemi pjesë e këtyre trendeve, këtyre zhvillimeve që duhet të implikojmë edhe në vetë zyrën e tatimeve. Edhe mendoj që kjo do ta bënte, do të lehtësonte punën edhe administratave tatimore, njëkohësisht edhe bizneset do të fillojnë me kuptu rolin e vetë cilën e kanë. Kur bizneset e fitojnë këtë kulturë, se përveç kulturës është çështja e besimit, që tash fillim duhet krijohet, pra mjeti i tatimeve duhet të jetë një element që i bashkon qytetarin me shtetin. Çka i bën kjo të besueshëm, për kur rritet besueshmëria e madhe, përfshin që unë prapë me mendimin që duhet të ketë edhe një transparencë të shtetit se paratë që paguhen nga tatimpaguesit ku shkojnë, si shpenzohen, për secilin lloj tatimi. Sepse do të ketë një buletin të publikimit në vit, në një periudhë caktuar, dhe dihet saktësisht, po të informohet tatimpaguesi saktësisht nga janë shpenzuar mjetet e taksave të cilat janë mbledhur ata, do të kenë një qasje që tatimpaguesi do të jetë informuar për kontributin që po jep ndaj shtetit. Pra nuk do ta merr më si një lloj detyrimi, nëse ai po sheh që tatimet po shkojnë për të mirën e përgjithshme të qytetarit, për të mirën e përgjithshme të shtetit, po kemi infrastrukturë më të mirë, shkolla më moderne, spitale të mira, shëndetësi të mirë, arsimë të mirë, pra ai do ta nin veten si kontribues, jo si detyrues për me kriju obligimet tatimore, po po fillon të krijohet një kulturë e re që ai thotë mund çajna pires e kësaj kontributi që shteti jam sot është më mirë dhe pjesë shtetit jam edhe unë, për një armi, jam armja që cilën një e kemi përbashkë. Kur po folte edukimi i inspektorëve tatimor, e di që po mundosh më kallëzu profesionale me folë me tërë kuatë policisme, po derisa po flet për këtë pjesë, veç po më kujtohen disa raste kur pa të drejtë ose prej mosnjohjes ligjet ose ndonjëherë edhe prej frikës, sepse ndonjëherë kur nuk e din qysh me vepru, zakonisht shkojnë jo në favor të biznesit, po në favor të ndryshimit më të madh tatimor. Gjithmonë kjo ndodh kështu.
edhe inspektor prej paditurisë së mjaftueshme të ligjeve, e ndëshkojnë pa të drejtë një biznes ose bëjnë një rivlerësim jo të saktë, edhe gjithmonë e ke atë përgjigjen e tyne, hajt, shko në ankesa nëse nuk pëlqen raporti jam, shko në ankesa, ose po hajt se shko në gjykat, e dim që në gjykat zgjasin rastet 4 vjetë dhe ajo vlerë e parave mas 4 vjetëve nuk e ka më vlerën e njëjtë, po ti prap e ke dhënë qatë pare në momente shumë të vështira të biznesit tënd, mandej mas 4 vjetë ndodhë që ai biznes nuk ekziston, sepse ai rivlerësim tatimor ka mujt me qitë për toke një X biznesi. Edhe mendoj që këtu të murit, hala ma shumë përgjithësia e inspektorëve ndaj një raporti të kontrollës ose të veprimit të tyre që ata e bojnë. Po pikërisht, secili zyrtar tatimor duhet ta dinë që ka një përgjegjësi të madhe. Vlerësimi real i obligimit tatimor duhet të jetë përgjegjësi e djanshme, jo vetëm në zyrtarin tatimor, po duhet të jetë tatimbarues. Por perceptimi pastaj i gabuar është diçka që duhet kërkohet llogaridhënie. Fatkeqësisht deri tani nuk kemi pa, qoftë edhe s'ka pas edhe ndoshta edhe rregullim të legjislacionit, i cili do të kërkonte një llogaridhënie më të madhe nga zyrtarët tatimor, e cila pastaj i ka bërë edhe zyrtarët që nuk ka qenë në nivelin e duhur të përgatitjes, që ta gjanë mbështetjen më të mirë, qoftë edhe nëse po gaboj, sepse unë po mbledh një tatim, qoftë edhe pa drejtë dhe unë nuk kam ndonjë përgjegjësi që kam me dhënë ndaj kujt, në krahasim me frikën që e ka që unë nuk jam i sigurt të veprimet e mia dhe po që se nuk nxjerrin ndonjë tatim shtesë, qoftë edhe pa drejtë, kam të qenë punëtor i mirë, kam pas ndëshkime nga shefi, nga ngritja në karrierë. Besoj që kjo është perceptim komplet i gabuar. Sepse nëse një zyrtar nuk është edukuar siç duhet, më mirë është të kthehet në zyre, të diskutojë me përgjegjësit, ta diskutojë problematikën që nuk është e njohur dhe të vijë te konstatimi i saktë për një paqartësi që mund ta ketë. Qasja që, shkon në ankesa, që në shumë mirë elaborove është problematike madhe e kohës, pastaj shpesh dëshkimet për shkak të periudhave të gjata që të rikthimet e kontrollave, kemi një tatim shtesë që është i përfshirë me shumë dëshkime që nganjëherë ban të pamundur pagesën e këtij obligimi ose çon komparim në rezultat financiare. Falimentimit, krijon një vështirësi të jashtëzakonshme, prit sa kohë duhet që ta ketë një vendim final, a rreziku është shumë i madh. Atëherë këtu kemi të bëjmë me një perceptim komplet të gabuar. Unë mendoj që edhe qasjen shumë zyrtarë nuk e kuptojnë as të ndëshkimit. Pra ndëshkimi që parashihet në ligj, qëllimi kryesor i ndëshkimit është edukimi i tatimbaruesit. Pra çysh edukohet me ndëshkim? Me ndëshkim edukohet vetëm në rast kur ti je shumë i sigurt që ka gabuar tatimbaruesi, qoftë edhe me qëllim. Nëse tatimbaruesi ka gabuar me qëllim, kjo është e konstatuar, jo e menduar, jo e paragjykuar, po e konstatuar, atëherë ndëshkimi mund ndikojë pozitivisht në edukimin e tatimbaruesit. Por në rast se ti ke ndëshku vetëm që nuk e kuptu mirë qasjen, e ke ndëshku në mënyrë pa drejtë, përkundrazi, ti ke bërë akoma më rand gabim, sepse ata tatimbarues nuk e kanë edukuar. Ti po e bën të pa edukuar, sepse ai din veten që ka kryer obligimet tatimore ashtu siç e ka menduar, duke interpretuar ligjin, ndoshta nganjëherë jo saktësisht, po ai mendon që ka interpretuar saktësisht. Dhe shumë është më mirë që zyrtarit t'ia shpjegojë ku është gabimi, pse është interpretuar gabim, që ta kupton tatimbaruesi, se qasja që ndodh shumë shpesh do të unë kështu e interpretoj, ti e ki obligim ndëshkimin, ti e ki obligim tatimin shtesë, ki rrugë ligjore, ndjekja, pra kjo nuk është bashkëpunim. Kjo nuk më na sjell prapë në këto që na sot po pretendojna me pasën e administratave tatimore, ndryshjen e administratave tatimore moderne, që unë mendoj që janë gjitha mundësi që atë në Kosovë t'i Më kujtu një rast kur e përmendë që ndërshkon këto prej pa sigurisë vetë. Para një 2 vjete e kemi pas një rast të një klientit tim i cili ishte në kontroll për shkak edhe veprimtaria e tij ka qenë kriptovalutat. Po inspektori është një person i cili priste pas disa muajve me dalë penzion. Tash durën zemër unë që jam një gjenerat si në mes,
Me vështirësi po kuptu që është funksionin kriptovalutat, nuk është se kështu me të parë ma ka kap konceptin e tyne. E tash për paramdoj që dikush që është 2 ose 3 dekada ma i vjetër se unë, hala ma vështirë e kuptën. Kështu ka njerë menoj që edhe shefat edhe drejtërt duhet me ditë cilin biznes kujt pjadojnë, sepse cili e ka ekspertizën, nuk është se i ndojnë shumë, për shembull, inspektor tatimor të një fushës të një fushë tjetër. Pak si përzihen edhe madej nuk mrin asnjënën lami me perfekcionu edhe me qenë ma objektiv gjatë gjykimit vetë. Sigurisht, gjëra të reja ku me pas në tek çdo. Për zhvillimet të regjet ka mendoll, sot kemi valutat nëse mundel. Po a ka mojë për shembull ndaj trajnim. Po pikërisht kjo është, për shkak që të regjet ndryshojnë, ato që thamë, forumi, diskutime, lëvizje të reja. Çdo herë e re, e para që duhet paraprijë është me pa e kemi të rregulluar me çështën ligjore. Atë ka nevojë të intervenohet në ligj. Duhet ta sheh. Politika fiskale, Ministria e Përgjithshme, Ministria e Financave, duhet të shohë që kemi një risinte dhe të intervenojmë, të shohim bazën ligjore duhet ta. Hapi i parë. Hapi i dytë është në zyrtarët e morën, kanë të lidhur me gjitha gjërat që mund ndodhin tek ato të kuptojnë. Kjo është normale, nëse profesionistë që vazhdimisht mirën me risit, nuk kemi përgatitur në njëherë. Morë mos me ditë diçka. Absolutisht nuk është marrë. Njëherë me mësu. Marrë është me di që s'po e din edhe me tentu me tregu që po e din. Është kjo, më keq sepse kemi tentu të kanë. Administratë morë me një herë që thamë duhet vazhdojmë trajnime, duhet safin e vetë ta trajnojnë për një risi që ka dalë edhe në treg dhe që është ligj. Për ta kuptuar njerëz se si funksionon, ta kuptojnë se çfarë lloj obligimi tatimor lind, edhe u kriju hapi i parë që u edukua për quaj institucioni mbikëqyrës që është mësat tatimore. Hapi i dytë prapë nuk është ndëshkimi, nuk është me shkutje të atimbaguzi, vetëm ke bë këtë gabim. Thirrja e atimbaguzëve dhe edukimi tani të atimbaguzëve. Të informohen të atimbaguzit, kemi këtë rësi, është një diçka e re, ne kemi bërë ligjin e ri, apo kemi bërë një aneks, apo kemi bërë një ndryshim ligj, apo kemi bërë një dhëzim administrativ, dhe kërkohet që të kemi këto liber mbajtje, këto regjistrime, do të trajtohet këtë mënyrë, do të ketë këtë ndikim tatimor dhe ju do të keni këtë obligim tatimor. Tani u edukua të atimbagusi. Të dy paret janë të gatshëm të fillojnë rrugtimin, bashkëpunimin për me kryer obligimin tatimor. Çfarë do të devijmë nga kjo, po na çunin në rrugë që dikush më e gabu, ose po më gabu tatimbagusi se s'ka qenë as informuar dhe as edukuar siç duhet për me kryer obligimin tatimor, ose do të gabojë zyrtari tatimor që fare nuk e ka idenë se si duhet trajtohet dhe po tenton me gjetë një formë trajtimit pa e ditë, edhe ai forma trajtimit, sa shumë mirë herët, është ndëshkimi, por vjen pason ndëshkimi që nuk është ajo që po pretendohet të bëhet. Që mendoj që ka hapësirë që të gjendet një formë tepër ndryshe e bashkëpunimit dhe krijimit në një qasje ndryshe për kontribut i palë për me kriju obligimin tatimor. Po du me dojtë është një temë tjetër. Me folë pak për deklarimet e të VSH-s dhe gjithashtu pjesën e rimbursimeve. Në një bisedë që kemi pas para se me gjiru krak sot podcastin, e ke përmend një model të një vendi tjetër që deklarimet e të VSH-s bën një 3 muaj dhe pagesën që të ashtu. Kisha dashur me na tregu që atë model, edhe pse na i kish ndihmu bizneseve, gjithashtu me diskutu pak edhe për pjesën e rimbursimit të VSH-s. Pse është qaq e vështirë për disa biznese është edhe pamundshme rimbursimi i të VSH-s? Po është vërtet e vjen në shumë diskutime edhe me zyrtarët tatimor, dhe me njerëz tatime, në për odat e ndryshme ekonomike, kur diskutojmë për reformat e mundshme dhe të mira që do ishin te politikat fiskale, unë shpesh kam përdorur dhe çështjen e të VSH-s, sepse ne jemi të vetëdijshëm që shumë biznese kanë probleme financiare, kanë probleme të cash flow, dhe kjo është nga njerë që i qenë në pozicion të vështirë të kryerjes së obligimeve, jo vetëm tatimore, sepse dhe këtë duhet të elaboroj për pjesë më vonë se nuk duhet perceptohet që biznesi këtë aktivitetin e ban vetëm që të kryejnë obligimin tatimor. Kjo duhet të jetë dytësore, sa në qëllimin primar ka me fitu. Ata është kriju biznesi, ai krijohet me fitu dhe tani ka pjesë përbërëse dhe obligime tjera ku përfshihet edhe tatimi. Që nëse diskuton me biznese,
e vërejt që kanë goxha shpesh vështirësi financiare, kanë nevojë mbështetje financiare, që të ne fatkeqësisht këtë mundësi e parë mbështetjes financiare është banka, të shkohet me kredi, nuk ka alternativa tjera. Ndërsa vendet tjera kanë alternativa ndryshme, kanë treve obligacione fondeve të ndryshme, në treg mund në gjenë bondit të ndryshme, ka forma tjera që mundet të ketë përkraje financiare në momentin ka vështirësi financiare. Te ne pothuajsisht kemi pak si treg më i vogël dhe tek që s'kemi mujtë akoma të zhvilluar që të kemi edhe alternativa tjera o të kemi zgjidhje tjera. Në këtë drejtim, çka duhet mendojmë? Duhet mendojmë shtetit që t'i lehtësojë të bëhet biznes në Kosovë, bizneset tradicionale. Jetën e tyre që të zhvillohen, sepse sa më shumë që të zhvillohen bizneset, shteti azil në kup, kundërzi fiton më shumë sepse do të ketë më shumë pagesa të tatimeve. Dhe në këtë aspekt është menduar që çka po na sjell të vëshoja. E para kemi një deklarim të vazhdueshëm juar, i cili sjell vështirësi financiare, ose si të kesh pa pagesa në paras, pagesa paras. E dyta, shpenzim kohë, çdo muaj, përgatitja e librave, dorëzimi i librave, përgatitja e deklaratave, koha, domethënë është shpenzimi i kostos për të gjithë, edhe për bizneset, për edhe profesionistët që përgatin. E treta është vështirësia poshtëve administratës tatimore që në çdo moment kur themi vlerësimi i riskut, konsideron që një biznes duhet të kontrollohet për secilin vit ka duhet deklaratat tatimore të shihet saksia e tyre. Kalimin e periudha më të gjata të deklarimit që mund të jetë tërmujor, sepse është edhe kulture tatimit tonë apo të biznes individuale që janë mësuar në kulturë të deklarimit tërmujor, do të sjellte shumë të mirë për biznesin, por edhe për administratën tatimore. Çka është për biznesin, e para do ja lehtësonte jetën për shkak të lëvizjes së barës, do të ketë kesh tërmuj në dispozicion që të bëjë biznes, të obligime të tjera të bëjnë qarkullim dhe të jetë më i kasëm se kur të jenë periudha pagesë të vështirë se të kasëm me kriju obligime të vështirë. Pra kemi një deklarim tërmujor. Ky deklarim tërmujor po është lidhur edhe me çështjen e mundësisë të rimbursimit, sepse ligji të vështirës e dini çfarë, ka mundësinë që në çdo tërmuaj, nëse plotësohen ato kushtet që është 3 miliardë duhet të ketë minimumet kreditimin dhe duhet të ketë vazhdimsi tërmuaj. Duhet ta fitonte drejtën e rimbursimit. Kjo automatikisht do t'ja krijon të mundësinë që nëse një tatim pagues është kreditim mbi 3.000 euro, posa të dorëzon deklaratën me TM, një tërmujash, ta fiton edhe drejtën e rimbursimit. Edhe mendoj që pastaj do ta eliminonte edhe problemin e çështjes së rimbursimit, që para kemi një agogollin në administratën tatimore, bizneset nuk guxojnë kërkojnë rimbursim për frikës se mund të shkohen sepse këshirën me lub, gjithçka administratën tatimore ka i duket një sukses nëse redukton kërkesën të vëshës. Ne pastaj shpesh kemi ju dini shumë mirë edhe për gabime shumë të vogla, teknike, refuzohet tërsi shumë që mund të jetë më qindra mijëra euro kërkesa për një gabim teknik. Mandej kur riaplikon shkon kontroll. Njëherë bën gjëra që ndelikojnë të mase dhe mendoj që do ishte një ndryshim tjetër përveç deklarimit tërmujor që në mënyrë automatike çdo kush që ka të plotësuar në deklaratë me kreditim, ti rimbursohet në mënyrë automatike të vëshoj. Në gjithmonë, sepse tani këtu është vjen shpreha e gjykimi, para gjykimi që princip ta kanë bërë qëllimisht mund të kërkon nga shteti para që se meriton gjë. Ka mundësinë që çdo kohë administratën tatimore nëse vlerësimi i riskut jo subjektiv konstaton që një biznes ka risk, duhet shkohet të kontrollohet, edhe pse ka marrë parë komitensht. Ai mund të kontrollohet, mund të konstatohet që ka bërë gabim dhe ky pastaj është një biznes që meriton ndeshkime, sepse jo vetëm që nuk po i kryen obligimet tatimore, por po kërkon edhe kthim të parave të cilat nuk janë fare të këtij biznesi e meriton një ndeshkim. Këto praktika e kanë shumë vende që kanë edhe një traditë shumë të madhe të vëshës, të cilat thonë që ka lind të vëshës, është Anglia, në Angli po thoj që është ndër shtetet e para që ka filluar me smart të vëshën. Anglia sot e ka deklarimin tërmujor, biznes e bën deklarimin tërmujor me 4. Se duhet mja letu biznesit, sepse biznesi është çaj që mbush arkën e shtetit. Fiks, nëse shohim edhe deklaratën e të vëshës, po e kanë deklaratë është thjesht, se me krahasuar me deklaratën
tonë, më në dohëm që me një botë tjetër, se i kemi tema du 50 kolona, 60 kolona që hektar. duhet këto një parë shkence për me plotësu, për çka që mundohen këtë informacionet e mundshme me i fuqë ato që s'është e nevojshme, mendoj që edhe këtu ka hapësirë të fenomenet me diskutu me gjërat atina që duhet të shtohet, duhet këta forma tjera, sepse teknologjia inovative po zhvillohet, edhe besoj që mësa të marrë për çdo ditë duhet zhvillohet një teknologji inovative që të fut këto informacione pa pas nevojë që të mbajë të plotësojnë çdo muaj në deklarën të TOSH-s. Pra, ndryshimi i deklarimit të TOSH-s, ndryshimi i periudhës të TOSH-s, ndryshimi i rimbursimit do të krijojë lehtësira, do ta eliminojë subjektivitetin. Me thonë qarë që do ta ulë edhe korrupsionin, Evazioni fiskal. edhe korrupsionin, për çështjen e rimbursimit. Do ta hiq edhe një barë të zyrtatimeve që shpesh kur bëhen vlerësimet shifet që është një shumë goxhë e madhe që qëndron në buxhet ose të shtetit. Në emër të TOSH-s së parë. Por që është e mundshme për rimbursim, që shumë ta të bëjmë nuk vëzojnë me. Nuk e di pse institucionet publike e shohin biznesin si diçka kundër shtetit. Unë nuk kuptoj këto bile, edhe tash në fushatën politike i kom dëgju edhe kandidatët për kryetar të thonë ja ka vonë një operator ekonomik për mu pasuruaj, do të thonë gjithmonë shihet që biznesi pa të drejtë fiton ato pare, ndërkaq për një me funksionu si biznes në Kosovë duhet kogja aftësi me pas për me mbjetu edhe mu rrit. Nuk e shohin si diçka që i sjell paret në treg, që i qarkullon, që i punëson, që i kryen që ato tatimet që mas nena nesër me dal me deklarata pompoze dhe politikanë. Është vërtet se çfarë bëndohet, pra, po arrim me qenë partner. Pas po arrim që biznesi dhe shteti janë partner. Duhet Se më marrë një biznesmen diçka negativ. Po, është gabim. Pra nëse mund të parashtrojmë pyetjen, a mund të jetë shteti Pa partner në biznes. biznese? Ose a mundet me qenë shteti pa biznese? Patjetër që duhet të jenë, jo vetëm a mund, po duhet. Patjetër të jetë partner, sepse nuk mund të ekzistojë shteti pa biznes. Ka sa më të fuqishëm që të bëhen biznesi, shteti duhet të jetë më i fuqishëm. Taksat i bëhuhet në biznesi, s'ka kush po punon taksa tjetër. Tash qytetari dhe biznesi, po kush e përbën biznesin, e përbën qytetari, me përbën dikush tjetër. Pse po na duket kjo formë e acarimit, është pikërisht kjo që njëna anë po shifet unë jam institucioni edhe jam detyrues ndaj teje, edhe ana tjetër po njihet i kërcënuar sepse unë vetëm po jam i detyruar. Por po humbet gjuha e bashkëpunimit. Jo, na jena partner, që ti je një anë që më krijon ligje, rregulla, më mundson që unë të funksionoj, të krijoj fitim, të kryej një obligim tatimor, një kontribut termin dhe e ndërtojna të mirën e përbashkët që kena me shfrytzuar edhe ne si biznese, edhe ju si institucione shtetërore. Harrojnë atë rolin shërbyes publik. Thjesht, pra, atë janë shërbyes publik, ana tjetër bën biznes, krijon të ardhura, që i shërben edhe për veti, shërben edhe shtetit edhe mirëqenies së qytetarëve. A nëse na krijojnë kështu ndasi dhe bëjmë janë miq, atë mirëqenia kush do ta krijojë? Pa kush do të jenë mirëqenia? Që shkemi me qëllën dhe për parë. Si do të thosh për të marrë, me çka do të mbushim buxhetin. Nëse na po thonë ky biznes ban pasuruar, ky nuk ban të rritet. Jam dakord, jo më pasuru në mënyrë jo ligjore. Jo ligjore. Jo, Nuk aspekt mbron askush. diskutojmë në atë temë. Nuk ka vend për me mbrojtës me Jo, s'është pjesë e diskutimit. Por ne po themi, nëse kena me kriju partneritet, kena me qenë shumë më të sigurt që buxheti më qenë shumë më i lartë. Evazioni fiskal më qenë shumë më i vogël. Edhe vullneti Korrupsioni më qenë shumë më pak. Vullneti më qenë shumë më i madh. Sepse bizneset kanë një krenar që janë kontribues të këtij vendi, të këtij shteti. Nëse themi, unë si biznes mund të kem një pagesë vjetore, ndoshta 50.000, 60.000 që kontribuoj për shtetin bashkësi, sepse që do të mira edhe fëmijët tonë, po edhe të tjerë qytetarët po i shfrytëzojnë në vend, sepse nuk janë shku diku tjetër përveç vendit tonë. Pra, t'ja jap mundësinë secilit në rolin e vet të ninë nësin. Nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë nuk e kemi arrit qëllimet për të cilët shumë vende janë në rrugtim të mirë dhe e kanë arrit.
jemi drejt fundit, po i kam edhe një pyetje për teknologjinë. Më fol, me qenë se është diçka që është në zhvillim të vazhdueshëm. Sa mundet akoma më shumë, se mirë, nuk është për të thënë është keq administrata tatimore sa i përket aspektit të teknologjisë, edhe pse viteve të fundit këto ndryshimet nuk janë shumë të mëdha siç kanë qenë ndoshta para 10 vjetëve ose kur shfaq platforma Edit, pak ka stagnuar dhe tash ai zhvillimi është shumë i ngadalshëm, nuk ka shumë drejtësi. A mundet halome përmirësu administrata tatimore, teknologjinë që mos me lon tatimpaguesi me gabu, për shembull, me konë si pjesë edukimit edhe kjo. Le të themi, që po kujtohet mu një rast, me qenë se veç e përmendëm rimbursimin e TVSH-s, mu pat kthy një fakturë, një rimbursim për shkak të një fakture, e cila ai tatimpagues ka qenë i çregjistruar. Është e vërtetë që është obligimi joni me kontrollu se çfarë faturë ai është i regjistruar, ai tatimpagues në TVSH, në atë sistemin që ndonjëherë administrata për shkak të moskryerisë së obligimeve nga ata tatimpagues i heq nga lista e TVSH-s. Dhe normalisht që mund kish ik ajo faturë sepse le të themi ka qenë dikon pas 600 fatura tek ai klient. Dhe e pa atëherë pa ta mendu, pse sistemi nuk ma ka së zhvillun qatë fund që me më tregu mu që ky tatimpagues nuk është i regjistruar në TVSH dhe mos ta fosun fare, as në libra. Po, është e vërtetë. Këto si shembull e thash, po. Është e vërtetë që administrata tatimore ka bërë dallë pozitiv në zhvillimin e teknologjisë brenda sistemit. Por që ka nevojë tutje ky ka stagnuar viteve të fundit. Në administratën moderne, tashmë, teknologjia informative është duke u bërë katalizator i reformë. Dhe as më shumë për klasën në epokën që na tashmë jemi në javë. Shumë administratën moderne futin edhe sistemin AI, i cili lehtëson edhe punën, edhe transparencën, dhe i mundëson tatimpaguesve të jenë edhe të edukuar edhe shumë gjëra tjera. Në këtë drejtim edhe ato që e thamë më herët që ishte subjektivitetit sa më shumë që zhvillohet teknologjia inovative dhe të hiqet faktori njeri për përcaktimin edhe të kontrollave, edhe të qasë dhe të vizitave, do jetë një reformë shumë më pozitive dhe do të eliminohet subjektiviteti. Ai ka administrata tatimore, dhe aktualisht një sistem i cili e bën lloj vlerësimi të riskut. Por mendoj që ka nevojë me ngrit, ka nevojë me analizuar ato elemente që ka ky shpesh këto ndryshu shpesh këto elementet e vlerësimit të riskut nuk janë transparente më shumë. Tatimpagues nuk e din se si bëhet vlerësimi i riskut. Nuk i prezantohet. Ndoshta me qëllim nuk e. Ndoshta e bëjnë me qëllim, po pse duhet ta bëjnë me qëllim? Se kjo është një pyetje. Është një pyetje që shpesh bëhet për zyrtarët tatimor sepse ju e dini që ligji paraprak i procedurave ka paraparë që në gjatë vizita ose gjatë kontrolave tatimpaguesi duhet të jetë i njoftuar fillimisht që të shkohet në zyrtar në ta vizitojë ose ta kontrollojë tatimpagues. Ka pas vizita të paparalajmëruara edhe pse nuk kanë qenë të lejuara të mobilisht. Dhe kur kam diskutuar me zyrtar nga ne kështu pse ndodh kjo, pse shkoni paparalajmëruar biznesers i ngarkuar me punë tjera dhe nuk mundet që t'ja kushton një kohë ju sa ju dëshironi me shku pa lajmëruar fare, paparalajmëruar. Po nëse paralajmërojmë ne, ai rregullon letrat, i bën këtu më është kjo ide. Po mirë them, nëse rregullon letrat, çka ndodh? Me paguntatimin. Cila është qëllimi i administratës tatimore në paguntatimin? Pra nëse me një paralajmërim, i ka rregulluar edhe pas ka rregulluar letrat, shumë mirë pas e kursi ku juve. Edhe ka kryer obligimin tatimor i cilin e ka. Këtu pikërisht pra të zhvillimit të teknologjisë. Si shumë mirë. Zhvillimi i teknologjisë informative, elementet shumë të rëndësishme të marrëdhënies së saktë të riskut, bënia transparencë e marrëdhënies së riskut, e lehtëson që të eliminohet subjektiviteti, të eliminohen shumë subjekte që të kenë presionin e kontrollave të panevojshme, dhe ato pastaj ku selektohen në mënyrë të saktme, ka mundësi që të kontrollohen dhe të shihet se ka pas realisht ndonjë shmangje që vlerëshme ose ndaj pretendim për evazion fiskal. Dhe kjo na çon të ky ndryshim i madh që mund të jetë në teknologji inovative, janë edhe këto kërkesat shtesë që ka nevojë tatimpaguesi të jetë informuar, edhe nëse ka bërë gabim, të paralajmërohet për një gabim që nuk është një gabim i rëndë që ka shkaktuar ndonjë dëm të madh në
kryen e obligimeve tatimore, të informohet për mundësinë e korrigjimit, të jepet mundësia e korrigjimit. Në fillim e thash, shtetet e zhvilluara moderne, pra i lajmërojnë, i informojnë tatimbaguesin në forma të ndryshme. Mësore thonë, zotëri, kjo ka ndodhur, kjo e keni bërë, këtë ka bën permisone se ka një pasojë e cila ka sovru për kaq vlerë pagesën tatimore. Edhe kur një tatimbaguesi drejtohet në institucion shtetëror me kaq kulturë, me çka kaq kërkesë butë, nuk e besoj që një tatimbagues do të thotë jo, s'u gabu ose do ta korrigjoj. Është pa mund. Dhe pikërisht është ajo, nëse kërkohet një deklarim mëjor, tërmëjor i toshës dhe dorëzimi i librave, dhe në mund bëjnë gabime, është normale. Ose dhe implikuohet të eliminohet fare, ajo çështja që nëse një tatimbagues ka jeket drejta me mbledhje të vështirë, tatimbaguesi tjetër duhet ta kontrollojë vazhdimisht. Nuk duhet të jetë bare me tatimbaguesin me kontrolluar një klient tjetër. Duhet të jetë gjithmonë mësues dhe drejtuar. Dhe në rast se unë vendosem në platformë libra, të cilat dorëzohen tash në mënyrë elektronike, duhet akoma të zhvillohet kjo forma e dorëzimit, që besoj ka hapësirë me u zhvillu, sepse po të kalohet në idenë që ka qenë të kemi të bardhjet e informatave, të transaksioneve të rregullta përmes sistemeve mësuese dhe morë, nuk do të ketë nevojë fare as të dorëzohen libra, po presim ato, besoj që do të ndodhe. Po do të jetë një hap Shumë shumë pa mirë. Shqipnia. Saktë, të nëse edhe kum gabu, ashtu një lajmërim që thotë Nuk po tatimbagues, përputhet. ju keni fut një faturë me numër kaq, ka një gabim sepse ky biznes nuk e ka të drejtën e Po, biznesit. po, Kështu ju lutem, çoni një deklarat korrigjuese. Po mendoj se kjo dhe çfarë mundet me ndodh. Po tani mundet me ndodh. Se administrata i ka informata. Tani do domosdoshmërisht me ndodh kjo. Ndërsa e ardhmja s'ka nevojë të S'ka ndodhë nevojë sepse ti atë mënyrë automatike. Mënyrë automatike s'mund ta bën gabimin fare. Momentin që ke pranuar ti fakturën, ajo do Ajo të dhe shkavet shkullë një vërtetjes. Ndërsa tash njofton, ka ndodhur gabim, permisoj, çojë deklaratën korrigjuese. Secili tatimbagues e korrigjon. Çka u dëmtu shtetin në këtë rast? Asnjë gjë. E ka kursyer kohën e vet, sepse me një lajmërim e ka rregulluar çështjen, e ka kursyer kohën tatimbaguesit dhe njëkohësisht e ka mbledhur tatimin për sa është obligim. Edhe nuk e kalon tatimbagues me gabim. Dhe nuk e kalon tatimbaguesin. Një pyetje të fundit se kështu edhe unë vet po kam si kontabiliste po kam nevojë me ju dëgjoj juve, meqense ju keni përvojë shumë më shumë se unë, po një pyetje të fundit. Qysh kishe me pa administratën tatimore në të ardhmen? Edhe ako gjasa më voqë, shto qysh kishe ashpe? Unë e administratën tatimore në të ardhmen të doja dhe më shpresoj shumë që të shohim gjithë në këtë formë. Ta kemi jetën, na. Shpresoj që një administratë tjetë po ashtu moderne si shka në vendet tjera, tjetë një partnere me bizneset, ta kenë një zhvillim të hoshëm të terrorizmit inovativ, të kenë një edukim njerëzor, që ka shumë i nevojshëm, me etikë të lartë profesionale, me një kulturë të komunikimit, dhe njëkohësisht ashtu tatimbaguesit të informuar mirë, tatimbaguesit të cilët e dinë obligimet e tyre, edhe të cilat në kohë që janë paraparamirisht i kryejnë obligimet në mënyrë vullnetare. Pra, thjesht, jo shumë vite të shëtutje, të kemi që niveli i kryerjes së obligimeve vullnetare të zënë pjesën e përqindjes më të lartë. Dhe matja performancës së mësuesve të morton tjetë se sa përqind e kryerjes së obligimeve janë kryer në mënyrë vullnetare. Po ma mërmenen që vullnetare dhe tash është niveli më i lartë. Padyshim, po jo performanca e zyrtarëve të matët se sa është numri i kontrollave të kryera dhe sa është vlera e tatimit shtesë e cila ka sjellë një zyrtar tatimor i cili vjen për shkak ndëshkime. Unë kështu e shoh, mundësitë janë, besoj dhe vullneti duhet të jetë i njerëzit dhe kjo duhet të E në rast të biznise do ta dëshironim kështu, marrim vesh edhe na, nuk kemi të këshim, jemi edhe pjesë në që mund ta ndihmojmë biznesin, padyshim. e dojmë shtetin, ju veç inspektorit tatimor. Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë, kemi obligim me dashur të gjithë shtetin, vetë. Faleminderit shumë që ndove kohën me qenë me neve dhe tonë të sugjerime që shpresoj që të shkojnë në veshën e duhur. Shpresoj duhet të jem të kontributi jonë që ta gjejmë mënyrë se si ta gjejmë bashkëpunimin edhe në rezultatet e ndihmë. Faleminderit shumë.